Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahun xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Ramazani është muaji i mëshirës dhe si i tillë vjen tek ne si një oazë i shumëpritur në shkretirën e jetës sonë të vrrullshme. Është një mundësi e mirë për të nisur edhe një herë në aspektin shpirtëror, moral dhe mendor, për të rekuperuar atë çfarë një vit kemi lënë ndoshta në harres apo kemi lënë mangut. Për të folur për muajin e mëshirës, për muajin e Ramazanit, kemi të ftuar në puntatën e parë të podcastit Porta e Mëshirës, kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu. Kryetar, mirë se vini. Mirë se u gjej. Faleminderit. Flasim shpesh, bazohemi në ajete, në hadithe që muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, është muaji i Kuranit, por në fakt si besimtari gjatë periudhës së agjërimit e percepton, le të themi, e përthith apo e kupton ndryshe mëshirën hyjnore në këtë muaj të begat. Bismillahirrahmanirrahim. Me emër të Zotit mëshirues, mëshirbërës, lavdet qofshin për atë dhe çdo gjë i përket atij. Patjetër që krijuesi i gjithësisë ka dëshiruar me vullnetin e tij dhe me emrin e tij të bukur i gjithdituri që të dallojë ca kohë ndër të tjera dhe ca vende ndër vende tjera që të jetë një mundësi për njerëzit që ata të pendohen dhe të kërkojnë ndihmë prej Zotit dhe mëshirë prej atij. Dhe patjetër që muaji i Ramazanit si muaji i shenjtë tek muslimanët, në këtë kohë Zoti i gjithësisë gjithmonë revelatat hyjnore i ka zbritur po në muajin e Ramazanit, duke llogaritur atë sipas kalendarit hënor. Duke u bazuar ke fletushkat e Ibrahimit, tek Teurati për Musa alayhis salam dhe Injili për Isa alayhis salam dhe Kurani, fjala e Zotit, libri i fundit, autentik për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Patjetër që muaji i Ramazanit nga vetë kuptimi Ramazan do të thotë që mëshira e Zotit dëshiron që njerëzit t'i fali. Ti mëshiroj ata, të afrohen sa më shumë me krijuesin e gjithësisë, është një mundësi shumë e rëndësishme dhe e pakufishme, një ofertë madhështore për njerëzit që i besojnë kësaj feje. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në muajin e Ramazanit na shpreh në hadithe të ndryshme për jetimin e tij dhe si duhet agjëruar dhe si duhet vlerësuar në mënyrën më të mirë të mundshme ky muaj që njerëzit të përfitojnë edhe begatinë në këtë botë, por edhe shpërblimin në botën e përteme. Në fakt, muaji i Ramazanit është një thirrje hyjnore pra për të pastruar zemrën, për t'u lartësuar, për t'u larguar pak ndoshta nga gjëra që ne në përditshmërinë tonë i kemi të lejuara, nga përkufizime fizike, le të themi. Si ndikon agjërimi në një lidhje më të fortë të besimtarit me Zotin? Pra është, le të themi, është një ndryshim që bëhet me dorë, kur besimtari është agjërueshëm, menjëherë ndryshon sjellja e tij. Pra, cili është ky ndikim kaq i madh? Patjetër që njeriu është krijuar nga dy komponentë, ai shpirtëror dhe fizik. Dhe secili ka ushqimin e vet special. Siç jemi në këtë botë kalimtare dhe Zoti për pjesën fizike ka krijuar tokën dhe gjithçka që neve mbjellim në të dhe ushqehemi nga ajo që Zoti ka krijuar në përshtatshmëri të plot me fizikun e njerëzit, po e njëjta gjë edhe bota shpirtërore ose komponenti shpirtëror i cili duhet ushqet me ushqimin përcaktues që Zoti ka krijuar. Edhe Ramazani është një prej këtyre ushqimeve më të rëndësishme që ushqen zemrën e njerëzit, pastron atë, disiplinon atë dhe frenon egon e njerëzit. Dhe kjo do të thotë automatikisht që njeriu afrohet më shumë me krijuesin e gjithësisë, sepse vetë elementi matës i kësaj bote shpirtërore është agjërimi, është namazi dhe janë gjitha ibadetet të cilat janë komunikimi drejt për drejt me krijuesin e gjithësisë, pra me Zotin, ai që ka krijuar gjithçka dhe ai që din gjithçka i gjithdijshmi. Dhe është shumë e natyrshme që po ky Zot i vërtet e din më së miri çfarë është e dobishme dhe nevojshme për komponentin shpirtëror të njeriu, që ai sa më shumë të jetë i dhëmshur dhe i mëshirshëm edhe me njerëzit e tjerë, duke nisur me paraprgatitjen e tij dhe pastrimin e tij individual o shpirtëror, po të njëjtën kohë të dyja ecin paralel. Si ai komponenti shpirtëror, si ai komponenti fizik në këtë drejtim. Me ushqimin e përcaktuar nga vetë ana e Zotit. Profeti alayhi salatu selam ka shumë përkufizime
ndoshta edhe vetë jetesa që ai bënte në Ramazan është një lloj përkufizimi për ne, pasi është sunet. Por ndër më të bukurit është që thotë muaji i Ramazanit ndahet në 3 pjesë. Pra 10 ditë mëshirë, 10 ditë falje dhe 10 ditë shpëtim nga zjarri i xhenemit. Ndoshta kjo është edhe një metodë se si ne duhet ta përjetojmë Ramazanin, se si besimtari duhet ta agjerojë, pra duke e specifikuar në 10 ditësha, apo le të themi besimtari është i lirë të veprojë vetë në këtë rrjedh. Kjo që thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, ka për qëllim që njeriu gjithmonë të jetë i inkurajuar, sidomos edhe ku bëhet fjalë për natën e Kadrit që gjendet në 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit. Qëllimi dhe synimi është që besimtari musliman duhet të jetë i përgatitur çdo ditë që të jetë sa më shumë i afruar me Zotin krijuesin e gjithësisë. Edhe pse 10 ditë që para është mëshirë, edhe i dyti është falje, edhe e treta është çlirim nga zjarri ose nga gjitha brengat dhe gjithçka tjetër që është negative, por në botën e përteme, kjo nuk do të thotë që njeriu të kufizohet në 10 ditën e parë dhe në 10 ditën e dytë të lënë një hapësirë dhe të tretin të shirohet fare nga ajo. Nuk është ky qëllimi dhe as synimi i saj. Përkundrazi, gjithmonë është ajo maratona shpirtërore e cila që çdo ditë ka vlerën e vet dhe çdo sekondë dhe çdo orë. Në këtë drejtim, sallallahu alaihi wasallam thotë ku vjen Ramazani, pra ku idha ja Ramadan, futihat abwabul janna, pra hapen dyert e xhenetit dhe wa guligat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin. Pra mbyllen dyert e zjarrit dhe nuk është edhe metaforik kjo është një e vërtetë e madhe dhe lidhen djajt në kuptimin që mbyllen dyert e xhehenemit që çdo gjë që folën për ushqimin shpirtëror. Ushqimi shpirtëror është ai i cili kur njeriu afrohet me Zotin sa më shumë, kur njeriu përmend Zotin, kur njeriu madhëron atë, djalli është i lidhur. Nuk mund të afrohet ty, sepse gardhi për djallin kush është, këto gjëra është që nuk e afrojnë dot dhe nuk mund të cys ke njeriu. Sa herë që njeriu shkon në raport drejt Zotit, në kuptimin e kthimit këaj dhe pendimit këaj dhe përkujtimit të atij, djalli dhe gjitha gjërat e tjera largohen sa më shumë dhe afrohesh drejt xhenetit dhe largohesh edhe drejt pjesës tjetër që është xhehenemi, dy gjëra të kundërta që Zoti i ka krijuar për botën e përteme, por neve na ka orientuar dhe na ka udhëruar vetë nëpërmjet fjalës së tij të përcjellur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që njeriu të jetë i kujdesshëm. Dhe njeriu ka aftësinë dhe vetë dijen që Zoti i ka dhënë nëpërmjet intelektit të dallojë të mirën të keqen, përveç kësaj ka edhe Kur'anin, ka edhe profetin alayhis salatu wasalam dhe jeta e sahabeve dhe gjithë dietarëve të cilët na kanë orientuar që kujdes, si puna një mësuesi që gjithmonë i orienton nxënësit e tij aty ku ata të jenë më të kujdesshëm dhe të kenë mundësinë për të mësuar sa më shumë për të kaluar provimin e tyre. Këtë ka dëshiruar vullneti i përgjithshëm i Zotit që njerëzit të jenë në provë në këtë botë. Edhe nesër në botën e përteme, patjetër që ne me veprimet tona mbase nuk hyjmë asgjë kundi, por mëshira e Zotit është ajo që te kalon çdo gjë dhe mbizotron gjithçka. Inshallah. Shpresojmë, sigurisht që shpresojmë gjithë tek mëshira e Allahut xhaleshanuhu dhe e themi që mëshira e Allahut pra është një nga atributet që është gjithëpërfshirës. Patjetër. Nuk është i lidhur vetëm me një aspekt të kësaj jete, është në çdo sferë të jetës dhe çfarë vendize në këtë kontekst lutja, pendimi, pra vetdia që njeriu don të mëshirohet. Sidomos në muajin e Ramazanit, pasi profeti alayhis salatu wasalam ka përcaktuar dhe kohë të veçanta në muajin e Ramazanit për agjëruesin. Të gjitha referencat autentike, siç është Kurani, famulart dhe hadithet profetike, neve na referohen dhe na orientojnë që siç thot Zoti ud'uni astajib lakum. Lutuni mua, që unë t'ju përgjigjem ju. Çfarë lloj gjë që njeriu ka për veten e tij në afrim me Zotin dhe çdo lloj brenge që ai ka, qoftë në aspektin pozitiv ose negativ, sido që të jetë ajo, dera më e pakthyeshme për njeriu kush është? Dera e pendesës te Zoti i gjithësisë. Dhe ne gjithmonë, sidomos në muajin e Ramazanit, më që është muaj mbreti gjithë muajve të tjerë, i cili Zoti e ka lëshuar mbi ne, është një ofertë e cila që ne duhet ta vlerësojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, që të përfitojmë nga flladet dhe mirësitë dhe begatit e këtij muaji shumë të madh, që vetë Zoti e ka përcaktuar Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit i cili ka filluar të zbresë Kurani famulart.
Dhe njeriu, siç folëm edhe më përpara në lidhje me ato 3 citatet e profetit alayhis salatu sallam, pra mëshira dhe falja dhe tjetra, kjo fe ka zbritur në mënyrë graduale, që do të thotë njeriu hap pas hapi ka filluar ta mësojë atë, ta jetojë atë, ta praktikojë atë. Në përsosje. Po, jo, po në përsosje që mos jetë e bezdishme. Jo për një herë, po donte Zoti kishte zbritur Kur'anin në një herë të vetme. Por jo, në mënyrë graduale dhe sipas shkaqeve që njerëzit çdo gjë që zbriste ta kuptonin drejt atë dhe ta praktikonin drejt atë edhe të vinë në mënyrë të natyrshme. Dhe vetë emri i kësaj feje është feja e natyrshme. Muaji Ramazani gjithashtu është një thirrje hynore për solidaritet, për empati me të tjerët, pra dhe sidomos në gjitha adhurimet që ka muaji Ramazanit na bën bashkë të gjitha shtresat njerëzore. Pra i pasuri me të varfërin, ai që ka pushtet me atë që është pa pushtet, dikush që vjen nga rrethinat me atë që janë në qytet që ndrojnë krah për krah me njëri tjetrin. Si e shikojmë këtë mëshirë hynore në bamirësi, në sjelljen e individëve në tërësi në shoqërinë njerëzore? Patjetër që edhe agjërimi nuk i flet vetëm botës shpirtërore. Në njëjtën kohë kuron edhe plagët sociale në mesin e njerëzve. Edhe që do të thotë, edhe në rrafshin individual, edhe në rrafshin psikologjik, edhe në rrafshin mjekësor, po edhe në rrafshin social, ka gjithë ato bukuri dhe begati në vetvete ky muaj i begat, që besimtarin e pastron individualisht, e bën të dhëmshëm që të jetë të zgjas dorën e solidaritetit me të tjerët, në momentin që kur ai agjeron i pasuri, i kujtohet uria e atyre njerëzve në nevojë që nuk kanë. Dhe kjo është direkt në mënyrë automatike për një person që Zoti i ka dhënë intelektin, ta kuptojë që pasuria e tij, e tepërta e tij, është e domosdoshme edhe sipas kushtit të 5 kushteve të Islamit dhe zakatit dhe sadakaja, e cila do të shkojë në nevojë të njerëzve të tjerë, ata të cilët që nuk kanë. Sepse Zoti e ka krijuar këtë botë me të kundërtën e saj. Errësirën me dritën, mëshirën me arrogancën, urrejtja dhe gjithçka tjetër që njeriu të provohet, por jo ti veproj ata. Por njeriu ka mundësinë që realisht të pastrohet aq mirë sa që të kalojë edhe engjëjt. Po mbase nganjëherë kalon edhe djajt, me punë tek qijat e tij, me vullnetin e tij të pjesshëm, duke vepruar në mënyrë të gabuar. Dhe kjo ka përgjegjësi për atë njeri. Që do të thotë, solidariteti për ne është shumë e rëndësishme, humanizmi. Kjo fe ka në vetvete në natyrshmërinë e saj dhe humanizmin, pa dallim njerëzish, sepse të gjithë janë krijesa që Zoti i ka krijuar në këtë botë. Kush beson, nuk beson, është përgjegjësi e tij individuale, qo për këtë botë, qo për botën e përteme. Por neve na bie për detyrë për ta shpjeguar dhe praktikuar drejt atë dhe për të orientuar njerëzit ke Zoti i vërtet. Siç nuk e kemi ditur që si kemi ardhur në këtë botë, po ashtu e kemi në mënyrë të pavullnetshme edhe pse ikim nga kjo botë. Apo jo, se kemi në dorën tonë. Atëherë njeriu duhet mendojë, ç'a duhet bëjon? Ramazani edhe gjithë elementet e tjerë, jo vetëm shpirtëror, që i përkasin edhe fizikës, janë shtysa të ndryshimit të sjelljeve të njeriut, të lidhjeve të raporteve me të tjerët sa më shumë dhe afrimit me ata, qofshin nga farefisi, qofshin edhe njerëzit në përgjithësi. Që do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në këtë mënyrë, pra paqja e Zotit qoftë mbi të. Pra, bujari është ai i cili është afër Zotit, është afër parajsës, afër njerëzve. Dhe kjo afër njerëzve është ajo pika që neve ne rikujton Ramazani, që neve t'i ndihmojmë ata dhe jo vetëm kuptimin material. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë edhe sadakaja është shpërblim. Apo jo? Një buzëqeshje, pra një buzëqeshje që njeriu bën, është sadaka. Edhe ajo mjafton sa që ti fiton zemrat e njerëzve për hir të Zotit, sepse ti don të mirën e tyre. Qoftë në këtë botë, qoftë në botën e përteme. Dhe është afër njerëzve dhe e kundërta. Kopraci është larg Zotit, pra larg rrugës Zotit, dhe larg parajsës, dhe afër pjesës tjetër, dhe i afruar me djallin. Pra, kur i shef këto të kundërta, që hadithi profetik në mënyrë të përmbledhur neve na i shpjegon, njeriu e gjen veten e tij me vullnetin e tij të pjesshëm, është i vetëdijshëm që ta kuptojë ç'a duhet të veprojë. Natyrshmëria e tij. Natyrshmëria e tij dhe për kë? Kur çdo gjë lidhet në emër të Zotit dhe bëhet me këto 6 fjalë të rëndësishme, profetet alayhi salatu wasalam, atëherë natyrisht që do ndodh ajo bukuria e praktikuar dhe e përjetuar me të tjerët, pra
solidariteti, humanizmi, ndihma në çdo aspekt. Është thënë që haxhi fillon pasi kthehesh nga haxhi. Namazi pasi del nga xhamia, agjërimi pasi mbaron muaji i Ramazanit. Si duhet ta ruajmë ne këtë shpirt të muajit Ramazanit edhe më pas? Çfarë roli ka ndoshta rrethi me cilin shoqërohemi këtu për të ruajtur një lloj ekuilibri edhe në 11 muaj të tjerë derisa të arrijë muaji i Ramazanit? Në fenë islame ka disa nocione ose përkufizime të ndryshme që dallojnë nga njëra tjetra. Obligative është Ramazani. Obligative është namazi dhe obligative është çfarë? Zekati për ata të cilët posedojnë pasurinë mbi nevojat e tyre të nevojshme. Që do të thotë, edhe pas Ramazanit, në mënyrë suplementare ose suneti profetik, alayhi salatu selam, janë 6 ditët e muajit të Sheval. Në mes atij muaji një mund të jetë ashtu. Por të njëjtën kohë, në aspektin e agjërimit e kam fjalën, që e hëna, e etja, 3 ditët e mesit të muajit, çdo muaj, janë që neve gjithmonë na mbajnë në korrent edhe deri në Ramazanin tjetër kur të vi, që mos harrojmë neve që është agjërimi. Patjetër që kaloria shpirtërore e agjërimit obligativ në muajin Ramazan është shumë e rëndësishme dhe ajo ka një esencë të pashtershme, por kjo do të thotë që edhe më tutje njeriu duhet ta agjërojë që të marrë edhe shpërblime. Siç është namazi për çdo kohë dhe për çdo ditë që neve 5 herë në ditë i kthehemi Zotit duke komunikuar me fjalën e tij, është ushqimi shpirtëror, patjetër që edhe fizikisht njeriu duhet të ushqehet 3 herë në ditë edhe për çdo ditë. Dhe në këtë mënyrë edhe pjesa shpirtërore ka nevojë të rrjedhshme, të vazhdueshme që të ushqehet. Atëherë, kryetar, faleminderit për gjithë këto mesazhe që ndat me ne. Një mesazh të fundit, me që jemi edhe në ditën e parë të muajit të begatë të Ramazanit për gjithë dëgjuesit dhe agjëruesit në tërësi. Mesazhi për gjithë agjëruesit dhe besimtarët musliman dhe gjithë qytetarëve shqiptar është ju uroj atyre një Ramazan të lehtë, të pranuar. Zoti na pastroft zemrat tona, na ndërqoft mendjet tona me dituri dhe lëshoft në zemrat tona dëmshurinë dhe mëshirën që të afrohemi më shumë me njëri tjetrin duke shtuar vllazërinë në mesin ton, me çdo njeri pa dallim në të, duke parë dhe synuar gjithmonë bereqetin e këtij muaji edhe në botën e përteme shpërblimin nga ana e Zotit, sepse vetë krijuesi i gjithësisë thotë çdo veprim dhe çdo akt i njeriut është për atë vetë, përveç agjërimit, ai është i imi dhe shpërblimi nuk dihet vetëm nga ai, është i surprizë shumë e madhe nga ana e Zotit për njerëzit në botën e përteme kur ata do të ballafaqohen nëpërmjet llogarisë. Dhe agjërimi është një lehtësim shumë i madh, një dëshmi shumë e qartë, një ndërmjetësim për në botën e përteme, agjërimi, namazi dhe çdo punë e mirë dhe e dobishme për vete dhe për të tjerët. Dhe njëherë faleminderit kryetar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi ardhur në fundin e kësaj puntate të podcastit Porta e Mëshirës. Elus Allahun xhalleshanuhu që ta bëjë një agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë ne dhe miru takofshim në puntatat e ardhshme.